1,2 milion euro është komplet ky objekti i bukur dhe buzëqeshit të ri në Drenas. Çka duhet tjetër? Eja dhe bëjet tuajin. E të gjithë ju, milionerat e Drenasit, të cilët jeni shumë marak me investu në prona luksuze, e keni mundësin, sa ju rrim parët në bank, ma mirë është me investu në një objekt të tillë, ku ja sheh hajrin për ton jetën. E mbrenda këtij objektit të bukur ndodhet edhe kjo suita shumë e mirë. Në katin e 5 dhe të 6 e keni mundësin me jetu në këtë super suitën. Komplet kjo pjesa deri nalt është mbi 6 metra. Përveç qëndrimit ditor, ku jemi këto, kuzhina me tyrezari e ka pozicionin këto. Në këtë katin e 5 e kemi dhomën e qiftit, e cila është hapësirë shumë e madhe, e ka banjën brenda dhe e ka balkonin panoramik. Pamja nga sheshi qendror, vërtet është spektakulare me jetu në kësi ambienti. Përveç dhomës së qiftit që e pat, e kemi dhomën e 2 të gjumit, dhomën e 3 të gjumit, banjon dhe vecen. Po ashtu, edhe kati i 6, i ka edhe 3 dhoma gjumit të njejta dhe galerin ku e ki pamjen në qëndrimin ditor. Kësë kate, sikur këto, i cili është kati i 4, i kemi edhe 3 të tjerë në katën nga përdhesa deri këto. Komplet, balorja më mirë e këtij objekti është komplet me gjam, pamja është panoramike, e pa penguar dhe secila pamje vazhdon të bëhet ende më e mirë, për shkak që edhe sheshi i Drenasit është në përpunim e sipër. Objekti është i përshtatshëm kryesisht për ato bizneset e mëdha që dëshirojnë të pozicionohen në zemër të qytetit Drenasit, qoftë ndonjë bank ku dëshiron ta ketë zyrën qendrore të vetën në Drenas, ose ndonjë institucion financiar, ndonjë ministri e ndryshme, apo edhe pse jo, shkollë private, ndonjë poliklinik e të ngjashme. Tash po zbresëm në katin e 3 të këtij objektit madhështor. Secili detaj i këtij objekti është më i mirë se tjetri. Eja ta shohim katin e 3. Kjo është kati i 3, identik si i 4-ti. Shkojmë shohim katin e 2. E kati i 2 është identik si i 3-ti dhe i 4-ti. E këto janë shkallët e 2-ta, të cilat lidhen me pjesën e banimit. Po përveç shkallëve, ne e kemi edhe ashensorin këto që shkon deri në katin e fundit. Mund ta bleni edhe ju që jeni në gurbet, investim më të mirë, se sa në vendlindje nuk ka. Na telefono.